Në kuadër të ditës botërore të ushqimit, shkolla fillore Marko Nucullović në Shtoj për të dytin vit me radh do të organizojë një aktivitet të veçantë me 16 tetor, i cili tashmë po shndrohet në një traditë të bukur të kësaj shkolle. Nxënësit së bashku me mësimdhënësit e tyre do të përgatisin ushqime tradicionale nga trevat tona, duke sjellë shije, ngjyra dhe aromë të kuzhinës son të pasur. Ky organizim synon të promovojë rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, trashëgiminë kulturore dhe bashkëpunim mes shkollës dhe komunitetit. Në këtë ngjarje do të ftohen edhe përfaqësues nga institucionet lokale, të cilat do të kenë mundësi të degustojnë ushqimet e përgatitura dhe të festojnë së bashku me nxënësit dhe stafin e shkollës. Drejtori i shkollës, Dula Slani, theksoi rëndësinë e këtij organizimi si një mënyrë për të nxitur vetdijen për ushqim, bashkëpunim komunitar dhe edukimin përmes aktiviteteve konkrete. Duke e ditur rëndësinë e kësaj date, është një kënaqësi që dhe këtë vit, do të thënë viti 2 radhë, e dëshiroj që këtë bëhet e përhershme si datë zyrtare e këtij institucioni, sepse për mua është një ditë e shënuar në kalendarin botëror, që ka një peshë specifike të Tiranë, dhe sa përket përgatitjeve, besoj që me ana mundësive, me ata që ne kemi mundësi dhe posedojmë, janë të ecur në rrugë të mbarë, dhe këtu para jush dëshiroj që t'i ftoj të gjithë dashamirësit e kësaj shkolle që të jenë prezent me ana mundësive dhe të shijojmë të gjitha ata që nxënësit tonë do i përgatisin atë ditë së bashku me mësimdhënësit. Uroj që të kalojmë sa më bukur, nuk dëshoj në aftësinë e nxënësve dhe të mësimdhënësve, sepse me të vërtetë kam një staf si të mësimdhënësve, po edhe nxënës shumë të mirë në të gjitha drejtimet. Edhe mësimdhënësit e shkollës fillore Marko Nucullović kanë shprehur mbështetjen dhe entuziazmin e tyre për këtë organizim. Ata vlerësojnë këtë aktivitet si një mundësi të shkëlqyer për të edukuar nxënësit mbi rëndësinë e ushqimit të shëndetshëm, traditës dhe bashkëpunimit. Ky është një mësim i jashtë bankave të shkollës, ku fëmijët mësojnë përmes përvojës, kulturës dhe punës në grup, u shprehën nga mësimdhënësit. Ata theksuan se përfshirja aktive e nxënësve i ndihmon ata të zhvillojnë aftësi jetësore dhe të ndihen më të lidhur me komunitetin dhe vlerat kulturore. Kryesorja shkolla jonë ne kena filluar gjithsesi që është dita ndërkombëtare apo dita internacionale e ushqimit. Por na si shkollë kemi filluar diku vjet, domethënë herës parë me organizu një këtë lloj manifestimit, por siç kena pa ishte një sukses i madh, me të vërtetë sukses i madh, dhe kena vendosur që në shkollën tonë ta bëjmë si një lloj tradicioni. Ky lloj, mund me tha manifestimi, bëhet fjalë më tepër për shkak nuk ka vetëm për ushqime, por më shumë nga bashkëpunimi ndërmjet prindërve, nxënësve, arsimtarëve të gjithë së bashku, gjithashtu edhe klasë në vete shoqërohen, përgatisin ushqime të ndryshme. Dhe roli i kësaj pune është bashkëpunimi më shumë, por normal një anë tjetër është edhe ushqime të shëndoshta, kurse edhe ushqimet tona tradicionale. Më trego sa janë ndoshta edhe nxënësit të interesuar edhe marrin këtë aktivitet me dëshirë. Nxënësit kanë motivim, entuziazëm të jashtëzakonisht të madhe sa i përket këtij manifestimi. Në përgjithësi, gjithë mezi që presin këtë lloj dite si një ditë gati feste, mund të themi, që janë të mirë se ardhur jo vetëm nga shkolla, jo vetëm prindërit, por edhe nga shkolla të tjera dhe kushdo që ka dëshirë mundet më ardhmë në u bashkangjit këtë ditë. Në këtë ditë shkolla juaj është organizatore. Keni bërë ftesa dhe institucioneve ndoshta lokale? Kemi bërë ftesa me mail, kemi bërë ftesa, por në përgjithësi gjithkush mund të them edhe një herë është i mirë se ardhur. Fillojmë në 12 ora të njëjtën, do thotë me 16 tetor dhe na urdhëroni. Sa mendoni që ky manifestim do të jetë gjatë këtu në shkollën tuaj? Nga që mund të them, pra vitet kaluar që ishte një sukses i madh, edhe na si shkollë,
kena vendosur pra të bëjmë tradicion, kështu që mendoj që do të jetë edhe në vazhdim, me ardhjen të viteve të tjera, do të jetë një sukses, është pa edhe nga hera kaluar, siç ishte, dhe mund të them që në përgjithësi do të vazhdojmë një kohë të gjatë. Por le të nalemi shkurt t'ju them pak se edhe nga shkolla se çka kemi përgatitur ne. Ne si shkollë kemi angazhu kësaj herë nga cikli i ulët edhe ka cikli i lartë, kena angazhu që nga klaset e para të ushtrojnë, të bëjnë si të përgatisin ushqime të ndryshme. Por nga ana tjetër, 6-ta klasë shembull, do të përgatisin, si thonë në gjuhën tonë, pallachinka, pastaj 7-ta do të përgatisin bombica, edhe të 8-ta dhe të 9-tat ushqime me mish, gjithashtu ushqime të ndryshme, amëlsina tradicionale, se vlen të përmendet që edhe kjo shkollë ka nxanca nga gjithë vendet, jo vetëm nga Ulqini, por ka edhe nga Rusia, ka edhe nga Gjermania, ka edhe nga ana veriore e Malit të Zi, kështu që të gjithë kanë një kulturë të ndryshme dhe në këtë ditë në tan këta lloj të kulturave i bashkangjisim dhe bëhet një ditë me sukses. Pa da kažem, ovo je jedna manifestacija koja se nadamo se svi u školi će postati tradicionalna manifestacija, odnosno da ćemo se svake godine 16. oktobra okupljati i zajedno proslavljati sa roditeljima, nastavnicima, učenicima i svim dragim gostima koji budu toga dana prisutni. Što se tiče manifestacije, imat ćemo poseban štand na kojem će biti zdrava kuhinja, odnosno pripremat će se zdrava hrana, jer na taj način djeca će shvatiti koliko je bitno, mada i tokom časova fizičke kulture, pogotovo i vaspitanja, oni već imaju neki dojam koliko je bitno zdravo se hraniti, a koliko su štetne, da kažemo, aktualne junkie food, da tako se izrazimo, koliko štetna junkie food hrana koja se plasira na ulici, koliko su zdrava voće, povrće i ostala hrana koja potiče upravo iz kuće. Dakle, u četvrtak 16. oktobra naša škola će po drugi put za redom obilježiti Svjetski dan hrane na neki simboličan način. Prošle godine to smo uradili u vidu internacionalne kuhinje, tako da smo imali štandove na kojima smo servirali internacionalnu hranu. Ove godine smo se odlučili da bude više vezano za multikulturalnost u samoj školi, tako da ćemo imati štandove na kojima su zastupljena odeljenja po uzrastima, tako da će se toga dana zajedno družiti učenici 6. razreda, učenici koji pohađaju nastavu na crnogorskom i albanskom jeziku. Negdje je potrebno to razvijanje multikulturalnosti i mislimo da je ovo jedna lijepa spona kroz hranu, kroz kuhinju, da se djeca druži, da djeca zajedno rade i pripremaju. Naime, u četvrtak, osim pripremljenih proizvoda koje će učenici pripremiti sa svojim roditeljima dan prije, imat ćemo degustaciju proizvoda koji se spremaju na licu mjesta. Odnosno, shodno uzrastu, svaki razred će pripremati određena jela. Tako da niži razredi će raditi neka jela u kojima se pokreće ta fina motorika i koja su lakša za pripremu, a stariji razredi će neka malo složenija jela. Me së pari një përshëndes, kjo ditë për shkollën tonë shumë e rëndësishme, si vitin e kaluar ashtu edhe si mjet jemi duke planifiku në manifestim sa më të madh, që të marrin të gjithë pjesë edhe të shikojnë se si arrihet një sukses i tillë në bazë kolektive. Sa i përket ushqimit, më saktësisht ushqimit të shëndetshëm, me të cilët janë pjesa përmbahen faktor të proteinave, edhe shumë ushqime të tjerë për shëndetin tonë. Rëndësi ka se na pa tjetër e kemi nda ushqimin për ushqimet. Edhe njëna për gjanëve ma të shëndetshme është që na të përkrahin ushqimin, si i thot ushqimi shëndetshëm për trupin e njeriut, pa karbohidrate të dopta. Po janë të kënaqur shumë sepse marrin pjesë të gjithë nxënësit dhe janë të kuadrum në këtë lloj si ne jena duke përgatit. Mirë po na në orën e edukatës fizike, këtë kohën e fundit jena më shumë duke folur edhe për ushqimin, të cilët ne si arsimtar të sportit do të ndajmë edhe një pjesë enkas për radio. Ky
Ky aktivitet tashmë është kthyer në një traditë të bukur, dëshmon për përkushtimin e shkollës Marko Nucullović në edukimin gjithëpërfshirës të nxënësve, përmes bashkëpunimit të mësimdhënësve, nxënësve dhe komunitetit lokal. Kjo ditë jo vetëm që promovon ushqimin e shëndetshëm dhe vlerave kulturore, por gjithashtu forcon lidhjet mes shkollës dhe shoqërisë. Aktiviteti do të mbahet me 16 tetor në ambientet e shkollës ku të gjithë të pranishmit do të kenë mundësi të shijojnë gatime tradicionale dhe të festojnë së bashku një ditë e shijshme, edukative dhe plot vlera që mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve.